Big Mama ka qenë në një lidhje të drejt për drejt në një emision televiziv ku me lot në sy ka kujtuar momentet me artistin e ndjerë Shpat Kasapin. Big Mama u shprese me Shpatin njëshin që prej vitit 1997. Gjithashtu ajo zbuloi edhe kërkesën e fundit të tij, ku gjatë një regjistrimit të një programi festiv i ka thënë që të këndojnë Sa e zeza bashk. Të gjitha fotot i ka duke qeshur. Nuk ka patur në estradën tonë artist më të buzëqeshur se Shpati. Edhe kur s'dihesh më të ai të kthente përgjigje me një buzëqeshje. Ne do të dam vetëm kujtimet më të bukura. Unë i them familjes, bashkëshortes, nënës dhe vtezës dhe gjithë familjarëve të Shpatit, Zoti ju fal durimin sa më shumë dhe ta kujtojmë në mënyrën më të bukur. Unë jam rritur me Shpatin, jemi për një qyteti. Sot më janë kujtuar të gjitha gjërat që kemi kaluar, koncertat, rrugtimet të qeshurat, çakat që kemi bërë, por më kanë ngelur në kokë paraqitja jonë në festivalin e fëmijëve, ku kemi qenë fëmijë, kemi qenë një gjenerat, kemi pasur të prindrit shok. Gjëja e fundit që më ka mbetur në kokë para 2 javësh që ishim në një regjistrim të një programi festiv, sikur e ndjente se do të jetë kjo e fundit e dokumentuar. Më tha, ata këndojnë bashkë Sa e zeza, meqenëse se jemi të dy të varë, i thash do e këndojmë o Shpat. Kush thonte se ai do të ishte kujtimi i fundit me Shpatin. Ndër të tjera, në një prej intervistave të tij, Shpat Kasapi tregoi se pas humbjes së babait ishte të jetë vështirë, megjithëse kushtet që ja kishte lënë ai ishin shumë të mira. Ai në atë intervistë kujtoi me emocion mbështetjen dhe edukimin që kishte marrë nga babai. Gjithashtu dha një mesazh të fortë për baballarët dhe nëna, duke i këshilluar ta quajnë familjen të shenjtë sepse jetës nuk i dihet kurrë. Kjo porosi prekse u bë virale në rrjetet sociale, duke marrë mira reagime dhe komente.